Mirlindi udhëton rreth botës. Një mëngjes, babi i solli Mirlindit një top të madh të ngjyrosur me të kaltra, të gjelbra, të kafta dhe të bardha. Mirlindi donte të luajë me të. Ky nuk është top, tha babi. Kjo është bota në të cilën ne jetojmë. Bota që ka erumbullakët, pyeti Mirlindi? Po, u përgjigj babi. Në qoftë se udhëton rreth botës një kohë të gjatë, do të kthehesh te vendi i njëjtë prej ku e ke nisur udhëtimi. Do të arri? Pyeti Mirlindi. E vendosi automobilin e vogël mbi glob, por ai nuk shkoi askund, u rrëzua në tavolinë. Pasi hëngri drek, Mirlindi vendosi. Do të udhtoj rreth botës dhe do ta verifikoj nëse bota është erumbullakët. Paketoi 2 sanduiç me djathë dhe e mori pallton më të trash. Hipi në biçikletë dhe ngau biçikletën në rrugës. Shtëpia e Mirlindit bëhej gjithnjë më e vogël e më e vogël. Mirlindi mund ta dëgjoj këngën e zogjve. Nuk i kam dëgjuar këta zogj kur më parë, tha Mirlindi. Me siguri këndojnë në një gjuhë tjetër. Dielli ngjitej lart e më lart. Sa nxehtë qenka, tha Mirlindi. Me siguri kam arritur në Afrikë. Unë dalë në një hije të madhe të pushoj pak. Ndje uri, hëngri një copë bukë. Mirlindi përsëri nisi ta ngazë biçikletën. Mendoj se e kalova gjysmën e botës deri më tash, tha ai. Mirlindi përsëri ndjeu uri dhe e hëngri dhe copën e dytë të bukës me djathë. Mandej e ktheu biçikletën rreth një pellgu të madh. Ky do t'jetë deti, tha ai. Dielli nisi të perëndoi. Bëhej gjithnjë e më i kuq. Drujt kishin hije të tmerrshme. Dukeshin sikur donin ta kapin Mirlindin me kurorrat e tyre të zeza. Mirlindi e përshpejtoi biçikletën. Dridhej. Po merr ftohtë, tha ai. Me siguri kam arritur në polin verior. E përthekoi pallton e tij. Bota qenka kaq e madhe. Por ku është vatra ime? Mirlindi i sillte ndër këmbëzat e biçikletës me gjithë fuqi. Pa pritmas Mirlindi pa dritë. A mos është vallë hëna? Drita u afrua dhe më tepër. Kjo është shtëpia ime, bërtiti Mirlindi i gëzuar. Qëllojeni kush e priti te dera. Nëna e vet. Mirlindi, udhtari guximtar, ishte më së i lumtur që ndodhej në shtëpi. Biçikleta e tij kërciste për gëzimit. Mirlind, ku ishe? Pyeti nëna. Gjatë kohë humbe. Udhtova rreth botës, u përgjigj Mirlindi, dhe tani jam gati për darkë. Derisa e hante bukën me ajvar, Mirlindi bisedonte me babin. Kishte të drejtë. Bota është erumbullakët si top. Sado që ta ngaz biçikletën, gjithmonë arrin në shtëpi.